Pesë shenja që të tregojnë se Zoti të do edhe ti je nga të mirët. Miq të dashur, me siguri se të gjithë jeni pyetur si do ta dija unë nëse me të vërtet Zoti më do dhe jam nga njerëzit e mirë. Pika e parë është të kesh një ndjenje të keqe pasi që e bësh një mëkat. Nëse bënë një gjunah, një mëkat dhe të brengos nga brenda, kjo është një shenjë e mirë. E Muhamedi a.s. ka thënë en-nedemu tauba, pra pendimi ose të vjen keq për mëkatin që e bëre, është hapi i parë ka pendimi dhe taubeja. Të kreh zemra ka e mira. E ke një zemër, mashallah, edhe pse ke disa gjunahe tua, mëkate tua, gabimet tua, mirë po, sabon që bëhet një aksion në fshatin tënd, një aktivitet për të bën një rrugë, për të bën një shkollë, për të bën një ndihmu një fukaras dhe kështu me radhë, të kreh zemra për me marr pjesë aty. Është nga shenjat që Zoti të don. 3. Të lehtësohet ana e komplikume. Njerëzve nuk ju shkon kjo punë për dore fare. Ty disi të çelën këtë rrugë, kollaj, dhe të hapën do rrugë me kollajllëk dhe i bën. Dhe habitën tjerët si i bën aq shpejt, pse nuk ta merr mendja se është shashë komplikume dhe pse futesh kësaj kështu? Ty thush nuk di, është për mua e lehtë. Kjo është prej pikave që Zoti t'i hap rrugë dhe të don. 4. Ke dëshirë të dëgjosh këshilla. Nuk di, edhe pse i ke mangësi tua, gabimet tua, mirë po se fol dikush një këshill të mirë për Zot, ke qejf me dëgju dhe i qëndron aty, dhe ta zbut zemrën dishi. Është prej shenjave të mira që je i mirë e Zotit të don. Dhe së fundmi, nëse dikush fol kundër Zotit, dikund, dhe ti të them nuk je shumë praktikues i fesë, por të vret, të pengon. Pse me fol kundër Zotit, kretat mirat na i ka thonë dhe ne me fol kundër. Pra, dashuria për Zot, për Allah këtu, interesant është prej shenjave që Zoti don. Allahu të dashur,